I nderuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zotri Afrim Gashi, i nderuar zëvendës kryeministër dhe ministër i mjedisit dhe njerit kandidat për çajirin zoti Izet Mexhiti, i nderuar kryetarit e Tovës dhe përsëri kandidat për kryetar të Tovës, zoti Bilal Kasemi, i nderuar zëvendës kryeministër zoti Arben Fetai, i nderuar sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje zoti Alim Rama, nën kryetare vetëvendosjes Mrika Limani, të nderuar kandidat për kryetar komune, të nderuar qytetar, vëllezër e motra. Kam nderin dhe jam jashtëzakonisht i nderuar që sot këtë tubim kaq madhështor ta përshëndes në emër të kryeministit të Republikës Kosovës, zotit Albin Kurti. Këtë tetor, shqiptarët në të dy anët e kufirit marrin pjesë në zgjedhje vendimtare lokale. Në Kosovë votohet me 12 tetor dhe atje vetëvendosja është ajo që ja vlen. Kurse këtu votohet me 19 tetor dhe këtu vleni ju. Vlen është forca juaj. Ashtu siç po lidhet Prizreni me Tetovën me rrugë e tunel, duhet të lidheni edhe ju me Vlenin, të bëheni bashk dhe të fitoni bashk. Shqiptarët nuk e kanë luksin që të ndahen, sepse vetëm të bashkuar bëhen faktor. Qeveria e Kosovës, lëvizja jon është me ju politikisht, kombëtarisht dhe njerëzisht. Vlen nuk është vetëm koalicion, por mundësia që zëri shqiptar të dëgjohet qartë dhe fuqishëm. Prandaj mesazhi është i thjeshtë. Atje me 12 tetor lëvizja vlen, këtu me 19 tetor vleni ju. Bashkohuni, mobilizoni dhe fitoni bashk, sepse kjo përpjekje ja vlen. Dhe për fund, keni të fala të përzemërta nga kryeministri Albin Kurti, i cili për shkak të vizitës në SBA nuk ka mundur që t'jetë këtu fizikisht me juve. Faleminderit shumë, urime fitore!